Nuk duhet habitemi që nëse kjo gjë vazhdon edhe 4-5 vjet, mund të shkojë kursi edhe 75. Pra nëse ti merr 1000 euro nga një punë remote ose tjera, ti Kjo do ishte faliment i gjithë eksportuesve shqiptar, i gjithë ato që marrin remitancave që do të paditëshin turizmi bëhet më i shtrenjtë. Patjetër bëhet më i shtrenjtë. Vetëm avantazhi thash, janë importuesit. Po gjithë pjesa tjetër. Turizmi është bërë gati i shtrenjtë sa Malizia, po me vendet apo Greqia tani, ton turistët e huaj në. Po. Dhe kjo nuk është natyrale. Pra është një fenomen që nuk vjen në qoftë se ti do kishe bërë një strukturim me 30 resorte, po flas në zonën Darzezës, ka rëndësi, dhe gjitha këto 3 miliard do të ishin para të turistëve që vinin në sezonin e verës, ato do të rishpërndaheshin edhe nuk do kishin asnjë efekt në ekonomi, sepse njerëzit do të merrin paga, do bliheshin produkte brenda vendit, pra do transmetohej e ardhura ekonomik. Këto bllokohen në apartament, bllokohen në vila dhe rrisin çmimet e vilave, rrisin çmimet e apartamenteve, sidomos këto 3-4 vitet e fundit, dhe normalisht ne jemi për mua, po ta kapësh shumë, edhe për protestën, faktori kryesor shtrenjtimi i kostos është këto të rinj, këto 25 vjeçare që janë tani, e kanë malore blerjen e një apartamenti në Tiranë, mund të jetë i aksesueshëm Paskuqani apo Babroj, pra në cepat e Tiranës, ndërsa pjesa tjetër pastaj gjithë këto 3 miliard është një shifër shumë e madhe kur bëhet fjalë për blerje apartamentesh, edhe normalisht bëhet shumë e shtrenjtë, madje këto kanë dhënë tani 300 kredi me interes ule, ose Bashkia e Tiranës i jep kredi, po nuk i merr njeri, sepse ti duhet kalosh çmimin. Pra me atë vlerë që e Bashkia e Tiranës, ti mund blesh vetëm Paskuqan. Pra nuk blen Bashkinë e Tiranës, nuk blen dot. Pra Bashkia e Tiranës jep kredi, jep mbështetje për kredit buta, kur ti nuk e blen dot brenda